Dashurmiq, vazhdojmë tutje me horizontin e mesditës nga politika që na është bërë një telenovele pafund në Kosovë, kthehemi në një realitet të hidhur që na shoqëron për 27 vjet me radhë. Dikush mundet me pas mendjen veç te postet politike, tek çështjet që lidhen me para, me biznesin dhe diçka tjetër. Por po harrojmë që në këtë Kosovë ka sot e 27 vjet mos më shumë, familje të cilët rrinë me shpresën që çdo ditë dikush, diçka, një lajm ka më ardhi ka për njerëz e tyre më dashur, për cilët ata nuk dinë as edhe një gjë të vetme dhe të cilët nuk kanë as edhe një varë. Ne kohëve të fundit kemi pasur mundësi të shohim lajme të shumta për zbulimin e varrezave në Zubi Potok. Tashmë janë dy lokacione në Kalludrat Vogël dhe Jabuka ku janë kthyer, nëse mund të themi, në qendër të hetimeve për raste të themi të reja të personave të zhdukur të cilët mund të jenë vendosur në këtë pjesë të Kosovës. Dhe në vazhdim ne do të provojmë që të lidhemi me zonjën Gjula Aziri nga shoqata Zëri i Prindërve në Mitrovic për të kuptuar pak më shumë rreth krejt kësaj çfarë po ndodh dhe mbi të gjitha për të marrë emocionet, për të marrë lajme për pritjen dhe shpresën që ata i shoqëron tash sa vjet. Zonja Gjula, po na dëgjon? Po, nëne? Jemi prej televizionit 21, unë jam me Dona, kemi biseduar edhe më herët. Po, nëne, se për momentin jam të shumë në zjarjes. Okay. Zonja Gjula, ne patëm mundësi të marrim informacione për 2 lokacione të reja në të cilat po thuhet që ka varreza të tjera masive të zhdukurve të Kosovës, e që një pjesë e konsiderueshme lajme na flasin për emra konkret të qytetarëve të Mitrovicës, të cilët thuhet që janë brenda këtyre varrezave. Si i keni pritur këto lajme? Po thoni që po shkoni në teren, çfarë ka diçka të re konkrete nga krejt këto që janë bërë hulumtime nga ana policisë dhe mjekësisë ligjore në ditët e fundit në veri të vendit? Nuk mundemi të themi që ka emra të vërtet aty pa dalë ADN-ja, që varrezë masive kena prit me vite, se gjithmonë ka pas dëshmitar se është grupa e Ademit Çapu. Janë një grupe 23 personave, 14 janë Skenderajit, komune Skenderajit Marinve, 9 janë nga komune Mitrovica. Po ka me grupa intelektualve që mire pat zotri Alit Berani që përmeni para të dite se aty ka dhe 16 vjet, 18 vjet në trimi. Po disa kanë qenë, doktor Ademi me disa kanë qenë, po kret nuk janë intelektual, nuk ka pos. Aty ka dhe në grupin e tyne dhe pejtrive, Shto që këtë varrezën e dytë nuk e kena prit, as kena mendu kjo kone papritshme, po tash për del, dëshimi se do të ketë edhe tjera varreza aty. Pra thuhet që kemi gjasa të ketë edhe të tjera varreza, jo vetëm si kjo që ishte në Jabuka, ku thuhet që kanë qenë të vendosur në këto gropat e gëlqerës, pra kemi opsion, mundësi edhe për të tjera pista për të hulumtuar? Duhet me hulumtuar dhe duhet mos nalemi i apeloj institucionet ndërkombëtare të mos dalen, po të hulumtojnë se aty ishtë një vend shkretine madhe, aty duhet me pas edhe lokacione tjera, varreza masive, veç dul, kjo e grupe shqyresit pa e pritun fare, kjo s'kena pas absolut asi dëshmitar për këtë varrezë. E qartë. Zonja Gjyle, a besoni që, kur po përmendim dëshmitarët, a besoni që ka ende persona që e din me saktësi ku ndodhen varrezat masive, po nuk kanë fola, s'kan guxu me fola, nuk kanë pas mundësi me fola. Me i fjalë... Ka dëshmitar është e vërtet, po nuk guxojnë se nuk kanë siguri, se dëshmitari kur të jep dëshminë e vërtet, duhet me pasur siguri për shteti, e jo sikuraj si eva dëshminë që vërrim asë grupa Ademit e arrestuan me njerë. Pra thuni që duhet ketë një mbrojtje më të madhe për dëshmitarët në mënyrë që të kemi mundësi të zbulojmë të tjera pistat të themi kështu të personave të zhdukur që mund t'jenë në veri. Ishte siguri nga shteti, besoj që ishin lajmëruar dëshmitarë dhe nëse
mirë se nuk mund rahatuen as ata kur e din që është vërreza masive e është e palajmëruar. E qartë. Ju përmendet që ka mundësi të jenë grupi i intelektualve dhe e vërteta është që ka edhe të rinë në mesin e tyre. Sa e rëndë është për një familje që për 27 vjetë ka prit një lajm për me ditë çka po ndodh, çka ka ndodhur me më dashurit e tyne, edhe me dëgju në media emër e mbi emër që thuhet se mund t'jenë në këtë varrezë. Si keni përjetu ju personalisht gjitha këto lajme, sepse ka pasur media që kanë dalë me emër dhe mbi emër për personat që mund t'jenë pjesë e këtyre varrezave që në fakt nuk kemi ende një identifikim në mes ADN se gjitha këtyre proceseve që duhet bëjmë mjekësia ligjore. Sipas mendimit tim, nuk u dosh me publikue me emrin e me mbi emrin për shkak për ditë me ADN sakt që është varrezë. Në qatë vërres janë trupat e cilët i kena prit. Pero, emën e mbi emën i kanë marrë në shoqat temë, në zyre temë i kanë, edhe me vetin qonë, se tash mos po takojnë e gazetarë atje. Ata janë, emën e mbi emën janë të cilët janë në qatë dyshohet që janë në qatë vërres masive, a nuk mundu me tonë që janë gjithë, pa dollë ADN-ja. Dhe cili ju jeni në kontakt të vazhdueshëm me familjar, me prindër të atyre të cilët jeni në pritje të një lajmi. Si kanë reaguar karshi këtyre zbulimeve të fundit? Çfarë thonë? Ju sigurisht mbani në vazhdimsi kontakt me ta. Jo si kanë reaguar, po janë shumë të shqetësuar, janë shumë të mërzitur, janë shumë të se throsin telefonata beso, edhe po më shtinë mua me kojtë edhe vetë të kojtë se ju kanë përmen emnat edhe në media, e tash po rinë me qatë mlef, me qatë mërzisi, kur do të dolin, kur do të bëhen ADN-ja, kur do të... ka datë se pa bu ADN-ja, nuk ka kur që njerë. Janë të orë për ditë në zyre, kanë kontakte me ta, edhe në orët e vojnë atë mbrëmjes, thrasin se u i kumë thonë të në natën ditën së më pengani, kur gjësë në jemë për këtë qështje, më kanë vetëm kanë zjedhë familjarët edhe deri sa të muj ka me punu për këtë qështje, pa u ljotë kur, pa ju thonë familjarë, si mësë më thyrë një mos e më ljotë, zotë më se vofta e së vjerë në shpreje. Për juve personalisht, sa është e rëndë të dëgjani të gjitha këto vujtje të këtyre njerëzve që po besojnë jeni më mirë se kushdo tjetër? Edhe është e rëndë për vujtjet njerëzve, edhe është e rëndë për këtë vërre masive, po edhe shumë e rëndë, unë ka orë dje kur im shkuj kum po ata ka hullumtojnë aty çfarë gjendje ishin, çfarë pa kushte, pa e arru, hajtë zote jam, as mjetet atje me i qua, as kur gjave shkret me mjetet vëgla, me mjetet mbrehta të nxjera, të trupa, të pjesë këtskore, mua shumë mu ka vind të ata njerëza. Ju bë dhimbje edhe më e madhe? Mu ka bë dhimbje edhe më e madhe edhe për ta gjallët, aty që ishin, i falenderoj shumë prej vetën Elshanit, kryesorit policisë e deri me të gjithë institucionet aty që ishin prezent në atë grupë të punu aty se që shumë mu kam dhimë që nuk di me të reguave ishë shumë veni shkret e s'pati qush më ju ofruan dhimë ma shumë në një pije, në një ushqim, në një... Zonja Gjyle, në fakt... Nuk do të me marë mosa edhe njerëzit edhe komunat me ju qua edhe ushqime, me ju qua pije, me ju qua aty në njerëz aty si janë të punu. Në fakt, ju po bëni një gjë të tillë tani, sepse nga biseda që kemi pas më herët në thet që po shkon me porosit buk e ushqime, pije të tjera për ata që janë të bohu lumtime në këto vareza që gjenden në zonën e Zubin Potokut, apo jo? Këtë e bëni në baza vullnetare. Premten e kena quë, te në qapër javë në qitë, dje kena quë vetë dje në vend gjarjes atje komuna Mitrovicës e ka paguë, sot përshkojnë me javë quë teri në qapër atje dalin e morin dikush, edhe kështë që duhet me i furnizu dikush, po i apeloj që kush ka mundësi le të lejmëruhet edhe të vjen të pagun nga një racion buk pej 30 vetash nuk është diçka e madhe. Po, sepse në fundit atje ku shkohet, ne kemi pas edhe ekipin ton gjatë ditës së djeshme dhe tha që kolegët më thanë, Orhani, Iliri edhe Xeni më thanë që rruga është të mërësisht e vështirë për me kalu deri atje. Dhe pikrisht të kjo pjesë, të kjo vështërsi e rrugës, të kjo pozitë në cilën gjenden këto vareza, na flet për mundësinë edhe të varezave të tjera, apo jo dhe pse pikrisht kjo pjesë e Kosovës është zgjedhur që të fshehen këta trupa të vdekurish atje? Shokon teritorin e
kriminalve sërbë, për që ata teritor atje ka thënë ko nuk i zbulon kërkush edhe kanë mendu se jesin të fshehura për shumë vite. Pra ju keni... Dhe ka din edhe politikën e tyne nuk jena na në rrjedha shfar politike kanë ta, se këta kanë politikën e fortë. Nuk mundet me i ra kërkush në fije politikës tyne. Institucioneve do të me i bo apel, ndërkombëtare dhe vendore, të bojnë trysnim të Beogradin, të hapin arkivat, të qelin vërrezat masive, se ende ka aty vërreza masive. Thua që mund të ketë edhe shumë të tjera. Tash po dyshojmë që po. Cëllë familjarëm ka tirë që po familjarëm në të ka thonë, tash ka dyshimi që 1566 persona ata nuk janë edhe krejt në teritorin e Serbisë, po dhe ka kanë edhe në teritor të Kosovës, po në për lokalitetet Serbisate. Po. Zonja Gjyle, ka njerë që kanë vdek duke prit një derë të hapet apo një lajm të vi për zhdukurit e tyre. Çfarë kishe mi u thënë krejt atyre familjeve që nuk kanë arrit të përjetojnë ditën e së vërtetës, pra që nuk kanë arrit me përjetu, me kuptu një lajm, çfarë konkretisht ka ndodhur me dashurit e tyre dhe me pas një vend ku me i vajtu? Për ta është dhimbja dhe me madhe, është këj Baci Bajram për gjithë djallin. Po. E kjeni vidën YouTube, e thët, te gjoj djallin, thët kurs komunal, edhe pse kurse ka përmendis djallin e vetë, E vërtet. po gjithë pa gjetunit, po aja vida ishë te gjoj djallin kurs komunal. E shumë tjeri në shkua 5 ditë për fatin e më të dashurve të tyre, besa tash kur po ja vepëm lojmin e po bëhet rëvarrimi asi, është dhimbja e dyfisht, kur ka e ka prit me vite edhe nuk arriti që t'ja qes një lule, bilet e din varin kur pak të dashurit të tyre. O shumë e rënë ta dëgjoj këta një pyetje të fundit, nuk e di nëse duhet ta bëj, por e ndjej për ta bërë. Cili është ajo ndjesia më e madhe që ty të frymëzon që me pranu thirrje gjithë ditën, gjithë natën, edhe në këtë moshë me dalë dhe me mbledh ushqim edhe me ju dërgu atyre të cilët po bëjnë një punë që është fundit përgjithësi institucionale? Kjo është dhimbja humaniteti, besimi i dhimbjes së familjarëve. Unë e besoj të gjithë dhe dhimbja se që 22 vite jam me ta, edhe kjo ndikon të unë shumë, se kum vendosh me nda dhimbjen me ta, edhe jam për me nda dhimbjen me ta, dhe unë vje shumë kjo se që vëve në vetur. E kuptoj, pa merak. Jam të prit bukën të të trejtë që jam e ma prunë kërë, dhe të me jo transferu për zëmbin për të. Se ma që kësha pas në zyre më kënë, se shumë vape më është, po kurs komunal, edhe që vapë, edhe që e më rrugë, edhe në vetur, ku të t'jem, unë e s'do të ndalim kur për qështin me të pazjetën të 1566 persona, ku 104 jem në Mitrovic, ndashtë zëti që ta më zbulue, 8 prej tyne duhet mu largu për lista aty, edhe me pas fatin, që me pas ku mi qitë një lullë edhe na e me ratu dhe këta familje si jem të pritë. Zonja Gjyle, të falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne dhe uroj ta kesh shëndetin e jetën e gjatë që me ju dha zemër të krejtve, jo vetëm atyre të cilët kanë humbur më dashurit e tyre, por gjithë shqiptarëve të cilët ndoshta në një pikë të caktuar të kohës edhe të jetës që bëjmë, i kemi lanë pa kanash vujtjet edhe pritjen e pafund të atyre që edhe sot jetojnë ose edhe kanë vdek me merakun e më dashurve tyre. Të gjithë. Për këtë qështje mos të hezitojnë, po t'japin vullnetin e tyre, e kontributin e tyre, e jo vesh mas zgjedhjeve, mas karikave, e të pagjetunit me met anash, po edhe këta si janë kompetent, i apeloj të ndihmojnë familjarëve, të ndihmojnë institucioneve në gjetjen e njerëzve, të rahatojnë familjarët, se nuk ka gëzim, nuk ka ditë bajrami, nuk ka farë gëzimi për familjarët të cilët ende e kanë të pagjetën e ndëgjojnë lojme, lojshme për ditë. Të falenderoj shumë e dashur, shumë faleminderit për këtë lidhje.